Kemi diskutuar faktin që Greqia po shpenzon shumë për sa i përket mbrojtjes. Por, kohët e fundit ajo që vjet re është edhe një aleancë, le të themi, edhe më e ngushtë me Izraelin. Gjë që ka ngjall një lloj, le të themi, xhelozie nga pala turke, nisur nga tensionet, pavarësisht se disa syresh shkojnë përtej me teori, duke thënë se i gjithë ky tension mes Izraelit dhe Erdogan është falso, për të kuotuar më shumë Erdogan edhe për të eklipsuar atë që po ndodhte me protestat në Turqi. Gjithsesi, si komentohet kjo aleancë e Erdogan ka një politikë të tillë dhe është ta quajmë ekspert në fushën e tij, pavarësisht pretendimeve se është një diktator goxha liberal. Po, është çështje që populli turk e ka vendosur dhe voton apo jo zotit Erdogan, është çështje e tyre. Në Greqi e quajnë diktator, një pjesë e madhe e Europës e quajnë diktator, një pjesë e Turqisë e quajnë lider demokrat. Nëse ditë luaj shumë i zoti Erdogan, si me politikën e brendshme dhe me politikën e jashtme, dhe është një lojtar nga më kryesorët në zonën e Evropës dhe jo vetëm. Sepse të mos harrojmë dhe rolin e tij që ka edhe në konfliktin e Ukrainës apo në çështjet e Sirisë. Kështu që është një lojtar i rëndësishëm dhe nuk është nga ata që luhet kollaj me të. Por nga ana tjetër kemi dhe aleancën Greqi-Izrael, e cila është shumë e fuqishme, ka mbështetjen e fuqishme të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbi të gjitha është një aleancë jo vetëm është ushtarake, por është një aleancë politike dhe ekonomike e fuqishme për sa i përket dhe projekteve madhore energjetike në lindjen e mesme dhe në zonën e Mesdheut. Por kësaj aleancë është dhe një aleat shumë i mirë, shumë i madh është Franca. Në kohët e fundit, qeveria franceze ka vendosur të suportojë dhe të mbështesë Greqinë duke i shtuar akoma një fregat të tipit Belara, e cila para 2 ditësh u aprovua në Këshillin e Mbrojtjes në Greqi, kështu që tregon që aleancat janë ushtarake mes këtyre vendeve janë më të fuqishme akoma dhe të mos harrojmë rolin që Franca ka në zonën e lindjes mesme, kryesisht në Liban, ku marrëveshja e arpushimit midis Izraelit dhe Hezbollahut kishte protagonist palën franceze, e cila vendosi të ishte palë dhe të qetësoj dhe të ndaloj konfliktin në zonën e Izraelit të Veriut, ku siç e dimë, zgjati për muaj të tëra, ndoshta një vit pati probleme ushtarake në zonën që ndanë kufir mes dy vendeve dhe përfundoi një konflikt me shumë të vrarë dhe mbi të gjitha me një zonë tërësisht të shkatruar në zonën e Libanit të jugut ose disa fshatra në zonën e Veriut Izraelit. Kështu që aleanca Francë, Greqi dhe Izrael është ajo e fuqishme dhe ajo që po shqetëson më shumë Turqinë se sa vetëm një aleancë Izrael, Kipro dhe Greqi. Kështu që lojtari i rëndësishëm në këtë aleancë është Franca. Edhe diçka të fundit, Artur, ne përmendëm Pashkët, uruam të gjithë qytetarët për Pashkët, por duket se nuk kanë qenë Pashkët tepër të qeta në Greqi. Çfarë ka ndodhur realisht? Mediat raportojnë për Molotov, Kalashnikov, plagosje. Pra, gati një situatë lufte. Çfarë ka ndodhur? Jo, nuk është situatë lufte, mos të keq kuptojmë, është për herë të parë këto u përdorën për festime. Janë festimet në Vrondades, në Chios, janë banorët e një fshati, janë të ndarë në 2 zona, 2 lagje të ndryshme, godasin me fishekzar këmbanën e kishës së njëri tjetrit, janë 2 kisha dhe godasin njëri tjetrin, njëra palë me tjetrën, dhe është një spektakël fishekzar dhe drita shishkëlqyer në zonën e Chiosit. Në Kret, Kalashnikov ka ditën e nderit, sidomos në zonën e Zodianas, nuk dëgjohen këmbana, por dëgjohen me mira të shtëna Kalashnikovësh, se dihet që në zonën e Kretës pothuajse çdo familje ka një arsenal të tërë armësh dhe me rastin më të mirë përdorin kryesisht në festat, Krishtlindje, Pashk dhe pagëzime dhe martesa. Kështu që dhe aty ishte në kuadër të festiveve, nuk pati të plagosur. Mediat raportojnë edhe për plagosur. Në Kret. Jo, këtu do thënë, pati të plagosur në Kret, ku një familje shqiptare, një fis shqiptarësh pati një sherë brenda familjes, u qelluan me njëri tjetrin çifti dhe në ndihmë njëherë erdhën vëllezërit e dhëndrit dhe prindrit e nuses, u qelluan, u goditën rënd, madje u përdorën dhe shishe të thyera, deri tani bilanci është 4 të plagosur, 2 prej të cilëve janë të arrestuar, 4 të tjerë janë dhe
4 të tjerë janë në kërkim, 2 të tjerë dhe ata u plagosën, por më ndihmën e parë dhe u larguan, dhe sot do dërgojnë në gjykat për mas sigurie, sepse edhe njëherë fatkeqësisht nam festën e kthyem në dhunë dhe në rivalitet brenda fisit. Pati të plagosur nga fishekzaret në Aspropyrgo, pati dhe në zonën e Kalamatës, por do me të vogla jo në gjë rëndësishme, dhe ajo që ishte më tragjike janë disa 10 aksidente të vogla apo të mëdha që morën jetën disa personave, edhe kryesisht shkaku ka qenë alkooli i përdorur nga njerëzit që festonin Fjori. Të falenderoj shumë Artur për të gjitha detajet që ndave me ne, uroj një javë sa më të mbar. Ndërkohë do të shkojmë me lajmin e fundit, ka ndërruar jetë në moshën 88 vjeçare Papa Francesku. Ne vetëm pas pak do të kemi një informacion më të detajuar, do përpiqemi të lidhemi me gazetarët tanë në Itali. Ky është lajmi i fundit që vjen nga Vatikani, ka ndërruar jetë në moshën 88 vjeçare Papa Francesku pas një kohë të gjatë me probleme të rënda shëndetësore. Lajmin për ndarje nga jeta të Papa Francesku e ka konfirmuar edhe Vatikani. Ne do të lidhemi vetëm pas pak, kalojmë një hapësirë fare të shkurtër publicitare.